data 11 maj, është dita kur duhet të votoni kundër atyre që u larguan fëmijët nga dheu, kundër atyre që u lën pa rroga, kundër atyre që u lën pa punë, kundër atyre që u bëjnë pa drejtësi, kundër atyre që u kanë pa ilaçe. Është dita e hakmarrjes për drejtësi për shqiptarët. Forca! Forca! Ndaj prindër të Shqipërisë, gjyshër, mos na lini peng të atyre që u dhat besim pa ndalim për 34 vite. U dhat besim të patundur. Çfarë u kthyen pas? U dhan rroga më të mira, u dhan pensione më të mira, u dhan legalizimet e shtëpive, u adekdisën fëmijët apo u punësuan. Ndaj është koha të mendoni e të mos e trajtoni si tifozllok. Nuk ka më kohë për të humbur Shqipëria. Është dita, është ora për të bërë ndryshimin e madh